Forcat e shumta policie kanë zbarkuar që në orët e para të mëngjesit në Fushë Krujë në kuadër të një operacioni të gjerë antidrog dhe kontrolli territori në zonat problematike të qarkut. Operacioni organizuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit dhe mbështetur nga forcat operacionale të ardhura nga Tirana, është përqendruar kryesisht në malsinë e Krujës dhe zonën e Niklës, të njohura si vatra potenciale për kultivimin e bimëve narkotike, si dhe për strehimin e personave në kërkim. Sipas burimeve konfidenciale, policia ka si objektiv të këtij operacioni identifikimin dhe shkatërimin e parcelave të dyshuara të mbjella me kanabis. Njëkohësisht, po bëhen kontrolle të imtësishme në banesa, magazina dhe ambiente të izoluara, ku dyshohet se mund të fshihen persona me precedent penal apo që janë shpallur në kërkim. Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se kontrollet janë rezultati i një hetimi disa mujor për kultivimin e kanabisit në zonë dhe priten arrestime dhe sekuestrime në ditët në vijim. Pamjet nga vendngjarja tregojnë lëvizjen e forcave të shumta policore të shpërndara në grupe, teksa ngjiten drejt zonave të pyllëzuara dhe të thella të malsisë së Krujës.